Jo, kjo nuk është surprizë, sepse unë ka 2 vjetë që e them në çdo dalje televizive këtë gjë. Po, nga e thëna në të bërë. Po, sepse standardet politike në Shqipëri me starec janë shumë t'ulta, politikanët zakonisht janë gënjeshtar, dhe unë jam habitur sepse janë habitur të tjerët, sidomos njerëzit. Edhe kryeministri tha nuk do jenë fare në listë, po pastaj u fut në listën e mbyllur. Vjen keq ta them që unë nuk kam asgjë të përbashkët me Edi Ramën, as në karakter, as në qasje politike, edhe as një nga këta politikanët e vjetër e të korruptuar, por për mua dhe për ata që më njohin nuk ishte asnjë surprizë, unë nuk do isha i pari, sepse kam dashur të jap shembullin që është drejtuesi politik, kryetari i një partie që është në shërbim të partisë, jo partia në shërbim të kryetarit. Nga ana tjetër, unë besoj që Lëvizja Bashkë ka potenciale të jashtëzakonshme, dhe jo vetëm qarkun e Tiranës, por në shumë qarqe të vendit, dhe ne do bëjmë fushat serioze në çdo pllëm territorit të Shqipërisë, me aktivistë, me vullnetarë, me njerëz të thjeshtë, me një flet të thjeshtë që shpërndajmë idetë tona, do shkojmë në për tregje, do shkojmë në për parqe, aty ku ka parqe, se shumë kund nuk kam më. Gjithsesi, për mua ky është thjesht një hap në jetën time tashmë relativisht gjatë politike. Do thënë, unë vendimin e madh e kam marrë në 2011, kur thash që nuk do jem thjesht një pedagog, nuk do shoh thjesht punën time, po do përpiqem të jetoj në përputhje me ato ide që një farë kuptimi edhe u jap leksion, ose unë duke qenë pedagogi mendimit politik